Gjendje civile në kolaps, Mirlinda Karçanaj e Akshit lë qytetarët pa pasaporta dhe pa martuar. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshi, Mirlinda Karçanaj, ka zhytur në kolaps total gjendjen civile. Prej më shumë se një javë, qytetarë nga Bulqiza dhe Pogradeci po përballen me një situatë të papranueshme në zyrat e gjendjes civile. Në Bulqiz, banorët ankohen se sistemi për aplikimin e pasaportave dyjavore nuk funksionon, ndërkohë që shërbimi për pasaportat 3 ditore me kosto më të lartë është aktiv, duke ngritur dyshime për trajtim të pabarabartë dhe përfitime të mundshme nga situata. Jam një banor nga Bulqiza, desha të denoncoj një rast për në gjendjen civile Bulqiz, pasi ka një javë që më thonë nuk ka sistem për pasaporta dyjavore, 75.000 lekë, ndërsa 3 ditore që kushton 180.000 lekë ka sistem. Ju lutem, shpërndajeni të na japin një zgjidhje, shkruan qytetari për mediat. Ndërkohë në Bashkimin e Pogradecit prej 9 ditësh sistemi nuk funksionon fare dhe institucionet përgjegjëse nuk japin asnjë shpjegim konkret për situatën. Kjo ka paralizuar të gjitha shërbimet, shpalljet martesore, regjistrimet civile dhe dokumentat e tjera jetike. Si jeni? A bëni publike, ju lutem, kaq të hënën e kaluar më shumë se 9 ditë në qarkun e Korçës, Bashkia Pogradec nuk ka sistem, gjendja civile nuk funksionon. Është turp i madh për këtë. Shteti ka bërë çdo gjë online dhe as nuk mund të bësh martesa, shpallje, asnjë njerëz më përgjegjësi, vetëm po punohet, thon turpi i Zotit, jetoj jashtë Shqipërisë dhe ka marrë të bëj martesë, është e pamundur, ka denoncuar për mediat një qytetar.